Receta për ty sot është një ëmbëlsirë me plot shije. Në një planetar vendosim vezë të plota, sheqer normal dhe sheqer kaf. I vendosim të miksohen 5-10 minuta në një mikser mirë derisa të na formojë një krem homogen nga kjo kremi që kemi në video. Pastaj ne do shtojmë çokoladën fondente me gjalpin që kemi shkrirë së bashku në banjomari dhe vazhdojmë përsëri duke miksuar avash avash. Kjo është rezultati. Në fund do shtojmë mielin 00, mielin ola, në përdorim të çfarëdoshëm dhe vazhdojmë duke e përzierë përsëri mirë. Në fund do vendosim çokolada pepite të bardha, e përzim mirë me një spatull, marrim një tepsi, unë kam marrë tepsi në formë zemre, do e vendosim për ta pjekur temperaturën 160 gradë për rreth 18 deri 20 minuta. Dhe ëmbëlsira çfarë është? Është brown, një ëmbëlsirë tipike amerikane. Shoqërohet me akullore, por unë në shtëpi nuk kisha, nuk ka rëndësi, ju mund ta shoqëroni dhe me akullore.